vjedhur me tendera, me miliona, po Shqipëria asgjë. Pse kështu? Duhet ky fenomen, pra kjo është përmendimi tim, kjo është thelbësore që opinionet publike perëndimore të sensibilizuara nga lëvizje atipike të opozitare, të opinionet të bëjnë presion mbi udhëheqësit e tyre, mbi Melonin, mbi Mercin, mbi Macronin, si ka mundësi që ta fusin në Evropë të vend kaq të korruptuar. Po, është një tezë që ju e keni përsëritur shumë herë në fakt që. Për korrupsionin në Afrikë si bëhet një vend në perëndim. Te popujt. Po fjala për një vend që kanë të hyjë në Evropë për 2 vjet. Po. A të fusin në Evropë në këtë drejtim. Dosje dhe mbahet në detyrë. Po, e qartë e kam këtë, që duhet ju shpjegohet të jetë sa më qartë opinioni i publik i vendeve europiane që ata t'u bëjnë presion mbrapsht politikanëve të tyre që shikoni ku shkoni u dhe bëni vizita dhe këtë takoni. Nga ana tjetër, flitet që është kjo dora amerikane në shpatullën e SPAK-ut, që e mban mbështetur. Bashkimi Evropian ka zëra që thonë është dhe Bashkimi Evropian pas kësaj. Ka të tjerë që e shohin Bashkimin Evropian në një linjë ndryshe, sidomos Komisionin Evropian në një linjë më përkrahase ndaj qeverisë Rama. Çfarë mendon BE-ja për këtë? A do donte edhe BE-ja që nëse ka vendosur gjeostrategjikisht që Shqipëria dhe ndonjë vend tjetër do hyjë në BE, të japi një spastrim sa të mundet korrupsionit në mënyrë që ky vendi të hyjë pak i pastruar? Jo, nuk e ka lidhje me këtë. Sot për mendimin tim janë në sinkron përsa i përket Shqipërisë luftës kundër korrupsionit edhe BE-ja edhe SBA-ja. Janë në BE-ja në të pozicion. Po, por në sinkron, domethënë që sot të neutralizohet fenomeni balluku. Pra balluku bashkë me gjithë atë që mishëron balluku të vjedhje pa komplekse, ka dhe vjedhje me komplekse, kuptimin që vjedhje po të shehur. Po të bësh vjedhje e cilë është këto shenja kaq harbuçe me mesazhe ishin çmenduri, është vërtet sikur si ata që vodhën ke Luvri, që lanë gjithë shenjat dhe u kapën për një javë. S'u kap sigurisht ende ajo që u vodh në bijut, ata që u vodhën gjithë bande u kap, sepse ishin vepronë si amator, lanë gjithë ato shenja. Kështu edhe në Shqipëri. E vjedhje në mënyrën është larg koha që na thoshte SPAK-u Dumani që vjedhje me senatorët që shumë e sofistikuar. Kjo është një vjedhje bajate. Është një vjedhje brutale, është një vjedhje mesjetare. Edhe këtë gjë po të përfaqëson perëndimorët. Ti thënë Ramës, kemi toleruar shumë, po këtë s'mund ta tolerojmë. Dhe këtu janë në sinkron edhe SBA-t, edhe BE-ja e zonjës von der Leyen, që balluku sot duhet të pësoj të njëjtën gjë siç pësoi balluku Ukrainas. Pra, të hiqet nga priza, edhe si deputete, edhe si qeveritare, dhe të hetohet, të gjykohet. Asnjë më tepër, trajtimi i barabartë midis ballukut dhe ballukut Ukrainës, ose midis ballukut dhe Veliaj. Problemi është se te Rama. Edhe një herë është dera e fundit fare, është Rama. Është mbreti, thosh. Dhe ky mbret pasi sakrifikoi ushtar mund të jetë një ushtar bllako, ëh? Ai bllako është një ushtar. Pasi sakrifikoi ose ku di unë, ajo që u kapën ato në shtëpi ato parat në fest. Pasi sakrifikoi figurat, ëh? Oficerët, torjat, ëh, ish ministri i brendshëm, Veliaj etj. Tani ka ardhur ke mbretëresha, ëh? Që se më Lëshau, që është balluk. Po, që nuk do ta sakrifikoj po. Sepse mbas ai i vjen radha atij. Dhe këtu jemi. Të duhet ta mbyllim. Problemi se në kuptaret janë fokalizuar kaq shumë tek balluku, pa ashtu dhe opozita. Qaro që nuk është kjo zgjidhja e Shqipërisë. Ti Mamet balluku do bjerë, ai s'mund ta bëj më gjatë. Ai thjesht po me balluku po negocion, shiko, e dashur motor, e dashur kolegë, e dashur kudiun, e dashur e bashkëkorruptuar, por atë çmunda të shpëtojë nuk e arrita dot. Po të paktën i thot balluku që edhe po u arrestove edhe po u hetove, mos nxjerr çadi më tepër se do rëndosh më shumë gjendjen. Do të premtoj që kjo punë do shkojë larg dhe prandaj dje Edi Rama bëri atë lloj himni që s'e kishte bërë kurrë më parë për rezumimin pafajësisë dhe për Strasburgun. Timi që i thoshte ballukut që dhe po ndodhen një gjë. Shkojmë në Strasburg. Dhe në Strasburg është me 5-6 vjet. Shi dhe po kape, të lutem mos më nxjerr. Kjo që mesazhi dje. Do dje u detyruar Edi Rama dje ti bënte edhe një lloj mea culpa
në një farë mënyre, edhe Berishës, edhe Metrës, edhe Maltezit, edhe Fredi Belerit. Sepse dje, pikërisht të themi në për vitesh. Që themi në për vitesh? Themi që edhe Beleri, edhe Maltezi, edhe Berisha, edhe Ilir Meta, që të velje, e marim shumë, janë të arrestuar pa as edhe një lloj gjykimi. Po. Dhe këtë kësaj Rama kjo nuk i bëte përshtypje. Dje i bëri përshtypje, dje të nxorri të shifrën fantastike, ku thoshe mbi 4500 të burgosur në Shqipëri, vetëm 1800 janë në bazë të një vendimi gjyqësor, të tjerët janë para burgosur. E sa kjo është një tmerr, s'mund të jem kam turp, s'mund të jem kryeminist i një vendi ku ndodh kjo gjë, është një diktaturë, ti sot e zbulove ti? Ti kur forkove duar që nga shpallja e Berishës non grata në maj 2021, ti e dira forkove duar. Ti nuk qas vendim gjyqësor, jo. Ishte thjesht një vendim ekzekutiv të një shtetit huaj. E qartë, duhet jemi në limit, duhet ta mbyllim tani. Po. Po, edhe prandaj këtë e bëu të sot Edi Rama për të thënë Ballukut që po të mbrojë deri në fund fare, por mos harro që edhe po kape, do shkëmbejë në fund. Dhe me këtë ai shpaton kokën, mbretin.